Me vendim të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPA ka ushtruar mëngjesin e sotëm kontrolle lidhur me hetimin penal për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Veprimet procedurale kishin për qëllim sigurimin e provave dhe verifikimin e elementeve të dosjes. Kontrollet ushtrinë edhe tek biznesmenët Bashkim Ulaj dhe Rok Gjoka, të njohur për aktivitetet e tyre në kontrata publike. Gjatë operacionit janë sekuestruar dokumente dhe pajisje kompjuterike, të cilat do t'i nënshtrohen ekspertimit nga organet e drejtësisë për të zbardhur të gjitha lidhjet dhe përgjegjësitë e mundshme. Hetimet e SPA-kut për dosjen qindra milionëshe të abuzimeve me tenderët e Akshit kanë zbuluar një jahtë luksoz Predator 50 Skyfall në pronësi të Ermal Beqirit, me vlerë rreth $950.000. Dokumentacioni tregon se në emër të jahtit figuron shtetësia Gjenila Tamizi e punësuar në kompaninë Soft & Solutions, ndërsa kontratat lidheshin me kompaninë tjetër, EA Solution. Hetuesit po verifikojnë gjithashtu pronat të tjera të fituara nga këto kompani, kryesisht në sektorin e ndërtimit dhe pronat paluajtshme në Tiranë dhe zona të tjera të Shqipërisë. SPA ka kërkuar informacion nga bankat dhe hipotekat për të gjurmuar lëvizjen e parave dhe për të sqaruar rrjedhën e aseteve, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur të gjitha lidhjet dhe përfitimet e dyshuara. Policia e Fierit ka arrestuar 30 vjeçarin Surja Begaj, banues në Hekal të Mallakastrës pas aksidentit tragjik në aksin rrugor Levan Tepelen, ku humbi jetën 16 vjeçari Oktavio Merdanaj. Begaj akuzohet për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen. Aksidenti ndodhi kur mjeti i 16 vjeçarit u përplas me një automjet tip Benz që po lëvizte nga Poçemi drejt Levanit, ndërsa i mituri dilte nga rruga lokale e Cakranit. Materialet janë referuar prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Drejtoria vendore e policisë Shkodër njofton se një 27 vjeçar ka humbur jetën në qytetin e Koplikut gjatë punës në një magazin për vendosjen e paneleve diellore. Ai ra në kontakt me energjinë elektrike duke shkaktuar aksidentin fatal. Grupi hetimor po punon për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar shkaqet e sakta, ndërsa komuniteti lokal është tronditur nga tragjedia me të riun. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Novosel. Një 42 vjeçar banues në Vlorë dhe rezident në Gjermani ka humbur jetën gjatë një loje futbolli në Calceto. Ai u godit nga topi në krah ror dhe më pas u rrëzua. Gjatë transportimit për në spitalin e Vlorës, 42 vjeçari ndërroi jetë. Hetimet e para sugjerojnë se shkaku i vdekjes mund të ketë qenë një atak kardiak. Një aksident i rëndë ndodhi këtë të premte në unazën e qytetit të Lushnjës, ku një motociklet u përplas me një makinë që po dilte nga një biznes. Përplasja ishte tepër e fortë dhe motociklisti Marius Doksani, 30 vjeç, u transportua me urgjencë në spital dhe fatkeqësisht ndodhet në gjendje kritike për jetën. Unaza e Lushnjës, e cila shërben për shumë biznese, njihet si një pikë e rrezikshme ku aksidentet janë të shpeshta. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar Sllaxhan Trajković me 10 vite burg për krime lufte në komunën e Vushtrisë, duke u bazuar vetëm në një pikë të akt akuzës. Trupi gjykues tha se 3 pikat të tjera nuk u vërtetuan. Koha e kaluar në paraburgim do t'i llogaritet dënimit. Trajković, ish pjesëtar i forcave policore dhe ushtarake serbe, akuzohej për vrasje, bastisi, rrahje, torturë, dobimin e mira të civilëve shqiptar dhe shkatrimin e shtëpive gjatë luftës 98-99. Kosova ka shtuar akt akuzat në mungesë për krime lufte dhe deri tani 10 persona janë dënuar për veprime të ngjashme, ndërsa mira civil mbeten të zhdukur. Një 70 vjeçare në Selanikra prej një mashtrimi të sofistikuar ku autorët u prezantuan si punonjës të një kompanie të energjisë elektrike. Ata bindën viktimën të linte jashtë derës sende me vlerë, duke marrë 450 pound sterlina ari dhe bijuteri me vlerë mbi 100.000 euro. Policia greke me ndihmën e njësisë speciale arrestoi 2 persona, 40 vjeçar dhe një 36 vjeçar, ndërsa një i ri 25 vjeç është shpallur në kërkim. Hetimet vazhdojnë për të lokalizuar personin e 4 dhe për rikuperimin e sendeve të vjedhura. Kriminalët kibernetik vodhën $2.7 miliard në kriptovaluta gjatë vitit 2025, shifër që shënon një rekord të ri për sulmet ndaj bursave dhe projekteve DeFi. Grabitja më e madhe ndodhi në bursën Bybit me seli në Dubai, ku hakerat morën rreth $1.4 miliard, ndërsa FBI-a akuzoi grupet e hakerave nga Koreja e Veriut. Kjo plaçkitje konsiderohet më e madhja në historinë e kriptomonedhave dhe një nga grabitjet financiare më të mëdha ndonjëherë. Hakime të tjera të mëdha përfshin bursën e decentralizuar Cetus me $223 milion të vjedhur. Ekspertët paralajmërojnë se sulmet ndaj bursave dhe projekteve DeFi nuk po ngadalësohen. Krahasuar me 2024-ën,
$2.2 miliard dhe 2023-shin $2 miliard, rritja e humbjeve tregon një trend të shqetësueshëm për sigurinë e kriptomonedhave. Autoritetet iraniane kanë sekuestruar një anije cistern me flamur të huaj që dyshohet se mbante 4 milion litra naftë të kontrabanduar pranë ishullit Keshm në gjirin persik. Media lokale publikoi pamje të anijes, ndërsa autoritetet nuk dhanë detaje për flamurin ose origjinën e karburantit. 16 anëtarë të ekuipazhit të gjithë të huaj janë arrestuar dhe akuzuar për vepra penale. Irani, që ka çmimet më të ulta të karburantit në botë për shkak të subvencioneve dhe rënies së monedhës kombëtare, po intensifikon luftën kundër kontrabandës së karburantit si nga toka drejt vendeve fqinje, ashtu edhe nga deti drejt shteteve arabe të gjirit. CNN publikoi pamje të forta nga Deir Yarir në Ramallah, ku një rezervist izraelit përplas një burr palestinez që po falej pranë rrugës. Ngjarja ndodhi disa orë pas qëllimit me armë zjarri nga njëti ushtar i cili ishte veshur me rroba civile. Pamjet tregojnë palestinezin duke u ngritur me vështirësi dhe duke ecur drejt rezervistit pas përplasjes. Forcat e mbrojtjes së Izraelit njoftuan se ushtari është përjashtuar dhe janë konfiskuar armët. Ngjarja ka nxitur shqetësim për sjelljet e rezervistëve dhe tensionet në bregun perëndimor. Kalifornia po goditet nga një stuhi e fuqishme për krishtlindje, ndërsa shteti përpiqet të rikuperohet nga shirat shkatërrues dhe rrëshqitjet e dheut në zonat malore. Moti ekstrem ka shkaktuar evakuime në qytetin malor Wright Hood, ndërprerje energjie dhe valë të larta përgjatë Bregdetit. Banorët janë detyruar të strehohen në kafene dhe stacione benzine që punojnë me gjenerator. Stuhia shkaktohet nga lumenjt atmosferik tropikal, me rreshjet parashikuara deri në 20 cm, dëbor të dendur dhe rrezik të lartë orteqesh në Sierra Nevada. 2 persona kanë humbur jetën dhe 10 mijëra janë pa energji elektrike. Guvernatori rajonal shpalli gjendje të jashtëzakonshme në 6 qarqe dhe aktivizoi gardën kombëtare. Pavarësisht vështirësive, banorët po tregojnë qendrese guxim duke festuar Krishtlindjen në kushte të vështira. Një gjykatë ruse ka dënuar Sergej Udaltsovin, udhëheqësin e frontit të majt dhe kritik të Vladimir Putinit, me 6 vite burg për justifikimin e terrorizmit. Akuzat lidhen me një artikull që Udaltsov publikoi në mbështetje të një grupi aktivistësh të akuzuar për formimin e një organizate terroriste. Ai mohoi akuzat dhe denoncoi vendimin si të turpshëm, duke paralajmëruar nisjen e një greve urie. Udaltsov do të vuajë dënimin në një koloni penale të sigurisë maksimale. Aktivisti ka një histori të gjatë në lëvizjen opozitare në Rusi, duke marrë pjesë në protesta masive dhe takime me ish udhëheqës politik. Prokurori special i Koresë së Jugut ka kërkuar një dënim prej 10 vitesh burg për ish-presidentin Yoon Suk Yeol, i akuzuar për përpjekje për të penguar arrestimin e tij. Sipas prokurorëve, Yoon u mbyll brenda pallatit presidencial në janar për të shmangur hetuesit gjatë përpjekjes së tij të dështuar për të vendosur gjendjen ushtarake. Kjo është hera e parë që prokurorët special kërkojnë një dënim me burg për ish-presidentin, i cili përballet me një seri akuzash të tjera ligjore. Rasti është ndjekur me vëmendje nga media dhe publiku në Korenë e Jugut, duke ngjallur debate mbi përgjegjësitë dhe sjelljen e udhëheqësve shtetëror. Një shpërthim në xhamin Imam Ali në lagjen Wadi al-Dabab të provincës Homs në Siri ka shkaktuar vdekjen e 3 personave dhe plagosjen e 5 të tjerëve. Raportet e para tregojnë se ngjarja ishte një sulm gjatë lutjeve të së premtes. Autoritetet lokale po hetojnë rrethanat dhe identitetin e sulmuesit, ndërsa komuniteti lokal është tronditur nga ky akt. Një helikopter u rrëzua në malin Kilimanjaro në Tanzani duke marrë jetën e 5 personave. Viktimat përfshin një vajzë nga guida turistike edhe një mjek tanzanez, pilotin nga Zimbabwe, si edhe 2 turistë çek. Helikopteri u rrëzua pranë kampit Barafu në një lartësi rreth 4670 deri 4700 metra. Mediat e huaja raportojnë se mjeti po kryente një mision shpëtimi për një pacient dhe aksidenti ndodhi gjatë operacionit të emergjencës. Kilimanjaro, maja më e lartë e Afrikës me 6000 metra, tërheq rreth 50.000 turistë çdo vit, ndërsa ngjarja tronditi komunitetin lokal dhe atë turistik.